Ujësiellës Kanalizimet e Tiranës ka nisur prej disa javësh aksionin në terren për pajisjen me maca ujë dhe kolaudimin e atyre ekzistues për banorët e njësive administrative në Dajt dhe Kashar. I pranishëm në Qesarak, në njësinë administrative Dajt, drejtori i Ujësiellës Kanalizimeve të Tiranës Redi Molla pa nga afër vijimsinë e procesit dhe u shpreh se ky aksion ka si qëllim jo vetëm formalizimin, por mbi të gjitha rritjen e shërbimeve në këto zona. Aksioni përbën në formalizimin e të gjitha bizneseve, të gjithë familjarëve dhe në fillimin e vendosjes masave të ri, vendosjen e vulave. Ftojmë të gjithë qytetarët e ish komunave të pajisen me maca, të bëjnë kërkesat e lidhjes kontratave të reja, në mënyrë që të rritet cilësia e shërbimit dhe të përmirësohet furnizimi dhe shpërndarja e ujit në të gjithë zonën e Tiranës. Aktualisht njësinë administrative Dajt ka filluar përgjatë gjithë zonës së rrugës kryesore, pajisja me maca e bizneseve, kolaudimi i macave ekzistues dhe lidhja e kontratave të reja. Në këtë fazë DUKT ka parashikuar që të vendosen 5000 maca të rinj, veç kolaudimit atyre ekzistues. Të gjithë banorët e njësive në Dajt, por edhe në Kashar, ku po vijon ky aksion, duhet të drejtohen në njësitë përkatëse të UKT-s për të lidhur kontratën dhe për të vendosur maca të rinj.